Nga një kuzhinë e vogël shtëpie në laborator modern pasticcerie dhe linja prodhimi çokollate, gratë në Moldavi po shndrohen në lidere të suksesshme të biznesit. Diana Beshliu e nisi ëndrrën e saj duke gatuar tortën e parë për djalin, por sot ajo drejton një sipërmarrje me 14 punonjës në qytetin Unkeni. Suksesi i saj u mbështet fort nga 3 grante europiane me vlerë 28.000 euro, të cilat i shërbyen për të blerë pajisje profesionale dhe frigorifer. Për Dianën, ky investim nuk ishte thjesht financiar, por një mundësi për të fituar pavarësi dhe për të thyer muret e një shoqërie patriarkale. Rrugtimin e saj ndjek edhe Liza Dulgeru, e cila prodhon çokollata ushqyese me mjalë dhe arra fal një mbështetje prej 30.000 eurosh nga Bashkimi Evropian. Liza tregon se përvoja e saj e fituar gjatë një stazhi në Gjermani e ndihmoi të ndërtonte një plan biznesi të qëndrueshëm që sot po lulëzon në vendlindje. Përveç parave, këto sipërmarrëse kanë përfituar trajnime të vazhdueshme për të mësuar sekretet e menaxhimit dhe rritjes së bizneseve. Rajoni Unkenit në Moldavi është kthyer në një vatër zhvillimi ku mbi 80 ndërmarrje të vogla kanë përfituar financime direkte për projekte sociale dhe bujqësore. Këto histori suksesi janë dëshmia e gjallë se me mbështetjen e duhur, gratë mund të shndrojnë pasionet e tyre në motor të rëndësishëm ekonomik. Në këtë mënyrë, dëshira për progres dhe mbështetja europiane po ndryshojnë rrënjësisht realitetin e familjeve dhe komuniteteve në të gjithë Moldavinë.